Java që lan pas ishte vendimtare për Bashkinë e Tiranës. Këshilli Bashkiak votoi pro shkarkimit të Erion Veliajt nga posti i kryetarit. PDPS dhe partitë e vogla bashkuan votat për rrëzimin e Veliajt nga ky post, ndërkohë që pati diskutime për arsyeën e shkarkimit. Pas vendimit të Këshillit Bashkiak, Rama mblodhi strukturat e Partisë Socialiste. Takimi i parë u zhvillua me nënkryetare të bashkisë dhe kandidaten Ogerta Manastirliu. E pranishme ishte edhe kryetaria e komanduar Anuela Ristani, e cila la takimin një orë më herët se të tjerët. Rama gjithashtu zhvilloi takim edhe me ministrat dhe deputetët e PS-s. Në mbledhje u fol rreth vendimit për shkarkimin e Erion Veliajt dhe fushatën në Bashkinë e Tiranës. Rama vendosi që Belinda Balluku të jetë drejtuesja politike e zgjedhjeve të parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Ndërsa Kuvendi i Shqipërisë miratoi të mërkurën për bërjen e antarëve të komisioneve parlamentare të legjislaturës së 11, ku prezantuan emrat dhe antarët e secilit komision. Më në fund, PD-ja dorëzoi emrat për kryetarët e 4 komisioneve që do drejtohen nga demokratët. Komisionet që do të drejtojë PD-ja janë këto: Komisioni për Edukimin, Shkencën dhe Sportet që do ta drejtojë Luciano Boçi. Komisioni për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën që do ta drejtojë Ina Zhupa. Komisioni për Shëndetësinë dhe Mirëqenien Sociale që do ta drejtojë Bart Spahia. Komisioni për të drejtën e njeriut dhe mjetet e informimit publik që do ta drejtojë Jorida Tabaku. Pas vendimit të Këshillit Bashkiak, Këshilli i Ministrave u mblodh dhe shkarkoi kryetarin e Bashkisë së Tiranës Erion Veliajt. Pas kësaj lëvizjeje është publikuar në fletoren zyrtare vendimi i Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Erion Veliajt. Ky vendim do të hyjë në fuqi 15 ditë pas publikimit të tij, duke i hapur kështu rrugë zgjedhjeve të parakohshme në Bashkinë e Tiranës. Në nënklimin e zgjedhjeve të parakohshme për Tiranën, duket se PD-ja e ka gati skenarin e saj. Berisha në një konferencë për shtyp ka zbuluar se tashmë opozita ka caktuar një grup që do të nisë negociatat për t'u bashkuar me të gjitha partitë opozitare. Ai zbuloi se punën për negociata do ta zhvillojnë Flamur Noka, Belind Kolliçi dhe Ilir Ali Mehmeti. Deri më tani, opozita nuk ka një emër përballë rivales Ogerta Manastirliu. Pas këtij vendimi, PD-ja ka nisur menjëherë punën për të negociuar me partitë politike për të gjetur një kandidat të përbashkët për Bashkinë e Tiranës. Kjo ishte edhe përmbledhja e javës. Për zhvillime të përditshme na ndiqni në Zëri Pikal.